Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në Kritika në 60 minuta. Hapësira ku fjala ka peshë, analiza ka thellësi dhe vërteta kërkohet pa kompromis. Unë jam Alma Mehmeti dhe këtu së bashku me Pilo Zypën, në çdo të martë ne sjellim nuk si thjesht lajme, por i zbërthejmë ato, i vëmë në provë dhe i shohim përtej fasadës. Sot, mirëmbrëma Pilo. Mirëmbrëma dhe miqve tanë që na ndjekin çdo javë, Alma. Sherri kërkon kokë, dasma kërkon mish. Ky është titulli që ne kemi sot në emision. Thonë se çdo luftë fillon për një arsye. Por vazhdon për shumë më tepër se kaq. Në lindjen e mesme, toka ka parë perandori të lindin e të bien. Por një gjë nuk ka ndryshuar kurrë. Njeriu vazhdon të paguajë çmimin më të lartë. Sot do flasim për një realitet që nuk është bardhëzi, por një përzgjedhje interesash, gabimesh historike dhe tragjish njerëzore. Sepse sherri gjithmonë kërkon një kokë dhe çdo dasëm politike kërkon mish. Me mua, pra kemi Pilo Zypën këtu, dhe për të kuptuar jo vetëm çfarë po ndodh, por pse ndodh. A ka një pikë konkrete ku fillon kriza e lindjes së mesme? Pilo, të kuptoj shumë mirë dhe pyetjen tuaj e kuptoj. Nuk ka vetëm një moment të vetëm, por një varg ngjarjesh të ndërthurura, një më vendimtare se tjetra, dhe këto fillojnë që nga perandoria osmane pas luftës së parë botërore. Kufijtë e lindjes së mesme u vendosën nga fuqitë e mëdha, pa marrur parasysh popujt që jetonin aty. Në këtë rast dua të shtoj, Alma, që me këtë rast e hengërm edhe ne. Më kupton? Shqipëria u nda në 5-6 shtete vetëm nga kjo, pa pyetur që neve ishim një kombë shqiptar. Por e ndau një copë mori Greqia, një copë mori Serbia, një copë mori të tjera u nda më bën si baklava. Kufit i vendosën ata, mund të them me dhunë apo pa dhunë, po ata dolën të fituar nga lufta dhe bën si deshën. Pra konflikti nuk lindi dje. Ai është ndërtuar mbi një themel të paqëndrueshëm historik. Unë, duke qenë se sot po flasim për lindjen e mesme dhe konkretisht për luftën ndërmjet Iranit dhe Amerikës apo dhe Izraelit, dua të përmend një poezi të shkurtër të filozofit iranian apo pers, si quhen atë kohë, Sadiut. Sadiu në atë kohë që përpara 800-900 vjetësh na mëson, Alma, dhe flet. Nuk zihen kur, thot dy njerëz me tru. Asnjë i çmendur me një mendje hu. Kur i çmendur i sham dhe flet bajat, i mençuri zemrën ja tulat. Por në qellofshin, thot, të dy me brir, të riq njeri, të riq tjetri, këpusin të zinxhir. Me këtë, dua të them që në rastin konkret janë të gjithë të çmendura palët. Dhe prandaj nuk gjendet një rrugë e mesme e paqes. Por e keqja është se të çmendurit kohët e fundit, Alma, janë shtuar shumë. Njëri është në Rusi, tjetri është në Izrael, tjetri është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi edhe një tonin që kemi në mes Tiranës. E të tjerë pa i përmendur të gjithë. Në këtë rast, as vetë njeriu nuk di çfarë të bëjë. Dua këtu të bëj një analizë të shkurtër të gjendjes, nëse do më lejosh. Patjetër. Izraeli, që kur i krijua si shtet në shtëpi të botës, më kupto fjalën, në shtëpinë e botës, sepse u krijuar në trojet të tjera, jo në trojet e tij. Ai kur nuk i pushtoi luftat. Kjo kuptohet për ata që kanë sy dhe kanë vesh. Kohët e fundit, qëllimi i luftës u shtua edhe më shumë. Don të them sepse, ose të themi dëgjuesve tan, sepse kohët e fundit ndodhin që këto luftra u bën edhe më të mëdhaja, po edhe më të dhunshme. Patjetër, Pilo. Atëherë, po bëj një ndalesë të vogël. Atëherë, nuk duhet më marrësh leje
Okej? Sepse në fund të fundit ky mision është sa imja edhe joti, kështu që e drejta është e barabartë. Normal. Këtë fjalën Alma e përdor sepse po ti nënshtrohemi disa fakteve, ato janë rrënqetëse. Do të them diçka. Izraeli para viteve 1990, domethënë kur u hap Shqipëria, ishte një shtet me 2.5 milion banor. Me një sipërfaqe 20.000 km². E di se çdo të thot, edhe mbas viteve 1990 u shkullën gjoja që futët nga Rusia, Polonia, Hungaria, mos i përmend me emra të gjithë, nga Gjermania, Italia, e kudo. Mos i marr me radh, dhe u dyndën në Izrael, dhe Izraeli për brenda këtyre viteve, Alma, vajti 10 milion. Në qoftë se do flasim, Shqipëria është 28.000 km². Kishte 4 milion dhe sot është 2.5 milion banor. Ndërsa popullsia e Izraelit u rrit 4 herë, nga 2.5 milion banor vajti në 10 milion banor. Dhe kjo rritje nuk ishte e rastësishme. Dikush ndikoi që të vinim deri këtu. Atëherë logjike është që një familje, Alma, prej 3 vetash jeton në një shtëpi 50 m². Dakord? Por kur kjo familje bëhet prej 10 vetash, nuk mund të jetoj me në 50 m². Do të zgjerohet shtëpia, të bëhet më e madhe. Kjo ndodhi së fundmi edhe në Izrael. Pra, duke u bërë 10 milion Izraeli, i binte që të ketë dyndjen më të madhe për km² në botë sot. Atëherë çfarë bëri? Shpalli luftrat. Dhe kërkoi zgjerim, atë që të thash, kërkoi një shtëpi më të madhe. Ku do gjente shtëpinë më të madhe? I shpalli luftë, vazhdoi, jo i shpalli, se të shpallur e kishte. Vazhdoi luftën duke marrur territoret e Palestinës. Vazhdoi duke marrur nga Siria lartësitë Golan. Luftoi edhe lufton akoma që të shtyhet tutje dhe të marrë pjesë në Liban. Pra, kjo e bën edhe të domosdoshme për te. Dhe kjo bën edhe ato që të shkelen të gjitha ligjet ndërkombëtare dhe të gjitha kokat e nxehta të drejtohen luftës dhe të mos i drejtohen mirëkuptimit dhe paqes. Pilo, a është feja shkaku kryesor i këtyre luftrave? Mund të them se po, Alma, por është faktor shumë i dukshëm në pamje të parë. Në qoftë se do marrim një fakt, Alma, që e kemi edhe neve si shqiptar, dhe që shtetet rreth rrotull na quajnë si turq. Kur kemi vajt për herë parë në Greqi, thoshin që si e ka emrin? Mehmet. Që janë turk ti. Sepse feja në ato vite, por edhe sot, luan në botë një, si mund të them, një rol të fuqishëm, ndoshta edhe kombëtar. Sepse kur filluan të ndahen shtetet në vitet 1800 e ca, u tha një kombë, një fe, një gjuhë, një shtet. Domethënë feja u quhet si përcaktuese. Mirë, po çfarë ndodhi në lindjen e mesme? Një fe nuk u bën një shtet. Një gjuhë nuk u bën një kombë. Dhe do flasim me fakte, cilat janë fakte në realitet. Kurdistani, që është një shtet kombë, domethënë, prej 40 milionësh, nuk ka shtet fare. Shqipëria, e cila kishte disa fe dhe që kishte një gjuhë të përbashkët, u mor për bazë feja dhe u ndam të krishterët më vete, si shtet më vete, i mori, i quajti greku, bile atje tek ti, ku prindërit e tu dhe gjyshit e tu kanë themelet e shtëpive të tyre sot. Ata thanë që këta nuk janë grek, do të ikin të zhduken. Nuk janë shqiptar. Do më thënë, vendosën si pas fes. I donin që të ishin të krishteri që të ishin grek. Feja përdoret, Alma, si një mjet
për të mobilizuar njerëzit, për të krijuar identitet, për të justifikuar edhe veprimet e tyre. Sepse po të shikosh sot në Iran, Irani ka një fe të vetën, turqit kanë një fe të vetën, sirianët kanë një fe të vetën. Ata janë shit, ndërsa fetë e tjera kanë kundërshtimet e tyre. Feja është gjuha e konfliktit në lindjen e mërshme. Por gjithmonë gjendet si arsye për të përfituar të mëdhenj, themun. Pilo, sa rol luan nafta në gjithë të mesele, në gjithë të luftë që po bëhet? Alma, po të marrim faktet konkrete tani, nafta është një nga faktorët më të rëndësishëm të të gjitha këtyre problemeve që neve kemi sot. Ajo sjell pasuri të madhe, por edhe ndërhyrje të jashtme. Vendet e pasura me burime natyrore shpesh bëhen objekt interesash nga fuqit e mëdha. Në shumë raste, lufta nuk bëhet për tokën, por bëhet për pasurit që ka toka. Dhe në këtë rast do thjesht të jap disa të dhëna që bota i njeh, se nuk lexojmë vetëm ne, lexojnë të gjithë. Për aq kohë sa Amerika vajti në Indi, India ishte një nga vendet më të pasura në botë. Dhe për aq vite sa ajo ndenj atje, e ka ta ndisi një nga vendet më të varfra në botë. Po kështu, edhe në Afrikën e Jugut, mori të gjithë pasurinë e Afrikës së Jugut, sidomos Floririn, dhe për krenarja apo ajo rrethi i madh që mbante mbretëresha që iku e Londrës, që përbënte rreth 4-5 kg flori, ishte e gjitha e marrur në Afrikën e Jugut. Pra, shtetet e fuqishme janë ato që glabërojnë atje ku ka pasuri. Është shumë e trisht ky fakt në fakt, Pilo, sepse duke menduar që për pasuri po vriten, po theren, po priten, pyetja është, për kë duan të pasuri? Alma, këtu si pikë kyçe, si shkaktar, domethënë i kësaj lufte që bëhet sot, përmendet Irani. Në fakt, Irani është në shtëpinë e tij. Por kjo ndodh sepse Irani është një fuqi rajonale me ndikim të madh politik dhe ushtarak në botë. Ai mbështet grupe dhe aleat në vende të ndryshme, që neve i dim, Hezbollahun, palestinezët, Jemenin, duke ndikuar indirekt në shumë konflikte. Irani nuk është gjithmonë në front, por shpesh ai është në prapaskenë. Fuqitë e mëdha, Alma, po, kanë interesa të fshehura në këto konflikte. Dhe shpesh janë ato që lëvizin gurët dhe janë ato që marrin vendimet. Fuqitë e mëdha nuk përfshihen rastësisht aty. Ato kërkojnë stabilitet kur u leverdis dhe tensione kur atyre nuk u leverdis. Në politikën ndërkombëtare nuk ka miqësi të përhershme, vetëm interesat të përhershme. Pilo, pra, ti mendon që ka interesa të fshehura nga fuqitë e mëdha? Po, këto janë ato që e bëjnë luftën gjithmonë që të jetë me shkrepse të ndezur, si mund ta quajmë. Domethënë, kur i intereson Amerikës, të vë flakën, kur nuk i intereson, të le pas dore. Pilo, okay, po pse këto konflikte zgjasin kaq shumë? E vërteta, Alma, është sepse nuk ka një zgjidhje të thjeshtë dhe sepse shumë palë përfitojnë nga vazhdimi i betejave. Edhe në rastet e sotme, për shembull, armatimi është ndikimi politik dhe kontrolli ekonomik. Janë arsyet që paqja shpesh shtyhet. Ndonjëherë lufta vazhdon sepse dikush përfiton prej saj. Po të shikosh me vëmendje në këtë debatin që u bë ditët e fundit, për të krijuar një
paqe të përkohshme apo të zgjatur, duke parë keq, Trumpi telefonoi Rusin. Ai në Rusin është në luftë ka 4 vjet. Mirë po, në rastin konkret, duhet ndihma e tij. Edhe këtu duhet të bëj një analizë të vogël shtesë. Amerika, një shtet i fuqishëm, me një ushtri dhe informacione të sakta që i vinë asaj, shkon në Iran dhe pajis me armë disa shtete. Për shembull, Irani pajis shtetet e tjera me armatim dhe ka një qëllim kur ai i jep armë Hezbollahut, kur i jep armë Palestinës, kur i jep armë pjesëve të tjera të Irakut që luftojnë kundër Izraelit. Dhe cilët janë këto qëllime? Qëllimet janë këto: të krijoj pasiguri dhe për të dobësuar kundërshtarin e tij që është Izraeli. Domethënë, fut në luftë Hezbollahun me Izraelin, ose Izraeli me Hezbollahun, s'ka rëndësi. Domethënë, në këtë rast, duam apo s'duam ne, duke u futur ata në luftë, dobësohen të gjithë ata. Ndërsa vetë Irani deri në këtë kohë ishte në pritje. Mirë po, edhe Amerika, për mendimin tim, e quan një lojë të thjeshtë dhe mendoi deri tani se Irani, një shtet totalitar me një pasuri të tillë që mban vendin e tretë në botë për naftë, i hedh lekët në rrua, duke ja dhënë Hezbollahut apo duke ja dhënë tjetrit. Amerika beson në dobësimin e tij. Domethënë mendoi që duke ja dhënë këto armatime dhe këto lekë të hedhura Hezbollahut, Palestinës e të tjerëve, është dobësuar për vete Irani. Si është e mundur të mendohet se Irani varfëron veten ushtarakisht për të forcuar Yemenin dhe Hezbollahun? Kjo tregon dy gjëra: ose mendjemallësinë dhe fryrjen amerikane, që ne i dim mirë dhe kështu e bëjmë, ose një dritë shkurtësi, qoftë politike, qoftë ushtarake. E treta dhe e saktë, dhe kjo, është që Amerika nuk shikon lëvizjet botërore që ndodhin sot, klanet dhe grupimet që po ndodhin. Pra Irani, një shtet me një fuqi të tillë ekonomike, është pas një mbështetje. Nuk e do njeri, do më themi, bie Amerika kur të doj? Jo, Alma. Jo, edhe ta themi jo edhe për dëgjuesit tan. Edhe kjo është një gjë që duhet parë me shumë kujdes, por amerikanët, duke pasur forcën dhe ekonominë, harrojnë që lufta shumë herë nuk fitohet nga ai që ka më shumë armë. Këtë në shqiptarët e kemi edhe nga koha e Skënderbeut ton të madh, që përballoi 3 herë perandorinë më të madhe të kohës. Pra, edhe sot Irani vërtet duket sikur është vetëm. Mirë, po të shikosh me vëmendje, ka mbrapa edhe Rusin, ka mbrapa edhe Kinën, ka mbrapa edhe Korenë e Veriut. Dhe duke i ditur të gjitha këto gjëra, edhe Europa, kur kërkoi ndihmë Trumpi, ka mbetur pa fjalë dhe po hesht. Nuk po bën atë që ka bërë gjithmonë në Libi apo në Irak, që do ndihmë ushtarake, urdhro po ta japim. U tërhoqën të gjithë, sepse e shikojnë që në qoftë se do futen në atë luftë, do futen në një luftë të madhe. Pilo, si ndikon media në perceptimin ton për këtë konflikt? Alma, të themi të drejtën, tani këtu kemi shumë për të thënë. Mediat shpesh i japin një version të pjesshëm të së vërtetës. Imagjino se do themi këto dhe disa fakte, se i kemi fakte të përduar. Iranianët vrasin 5 ushtar amerikan, ndërsa amerikanët dhe lajmet e tyre thonë nuk i vran iranianët, por ndodhi një plasje atje në aerodrom, ose në aeroplan, ose në tank, ose në anije, dhe nuk i vrau ai, po u vran nga gabimi teknik që ndodhi aty. Në fakt, Alma, unë dua të shtoj këtë. Çfarë rëndësie ka se nga ndodhi? E vërteta është që po ndodhi kasapan, më vrave ti, apo të vrava unë, çfarë rëndësi ka? Duhet të përcaktojmë se kush e vrau. Kujt i hyn në punë ai ushtari amerikan që la 2 fëmijë të vrarë, 2 fëmijë jetim edhe gruan të re, që t'i rrisi ata fëmijë. Çdo vend
dhe çdo kanal, Alma, ka narrativat e veta. Edhe publiku sheh vetëm një pjesë të tyre. Në Shqipëri, për shembull, gati po të thuash të gjitha kanalet i ka Edi Rama, dhe atje, atë që thotë Edi, thonë të gjithë. Vetëm se e thonë në mënyra të ndryshme. E vërteta e kësaj tragjedie të madhe që ndodh, nuk transmetohet në mënyrë reale, asaj i mungon e vërteta. Dhe e vërteta fshihet me qëllim. Pilo, kush i paguan çmimin më të madh të këtyre luftrave? Shiko, ti më bën një pyetje mua, por do të bëj edhe unë një pyetje ty. Të parët e tu i përzun nga shtëpitë e tyre në Çamëri edhe ikën nga sytë këmbët. Kush e pagoi? Populli. Pagoi Gjegreku? Pjesa më dobët, më delikate. Po, pra, gjithmonë ata e paguan njerëzit e zakonshëm, fëmijët, familjet, njerëzit që humbasin shtëpitë dhe jetën, pa qenë pjesë e vendimmarrjes. Ata që nuk vendosin për luftën, janë ata që vuajnë më shumë prej luftës. Pilo, a mund të kishte qenë ndryshe historia? Patjetër që mund të kishte qenë. Në shumë momente kyçe, vendimet politike të ndryshme, me shumë drejtësi dhe me pak ndërhyrje, mund të kishin ndryshuar rrjedhën e tyre, Alma. Historia nuk është e pashmangshme. Ajo është rezultat zgjedhjesh dhe përzgjedhjesh. Në qoftë se do themi faktet, u nisën disa herë në Dubai, në Doha, për të bërë disa kontrata, në qoftë se do të mund ta quaj kështu, që t'i shmangeshin luftës. Mirë po, duke qenë shejtani në mes, duhet ta them këtë në mënyrë gjuhën popullore, ngrihet Netanyahu, i prish të gjitha planet dhe kërcet luftën për interesat e tij. Dhe cili është suksesi i tij? Suksesi i tij është që Irani e bëri rrafsh, ashtu siç edhe Amerika bëri rrafsh Iranin. Pra, kush fitoi nga kjo? Dhe cili që fitimi më i madh? Fitimi më i madh je që edhe vetë Netanyahu më duket se ka ikur nga kjo botë. Plus, edhe nga pala e Iranëve kanë ikur të tjerë që drejtonin shtetin me dhjetra. Kjo nuk është rezultat vetëm i zgjedhjeve, është rezultat i kokave të nxehta. Pilo, vajza po më thoshte pak më parë, mami, Dubajin e kishin qelluar prapë sot, dhe kur mendoj që neve para 2-3 muajsh ishim dhe ai Dubai ishte aq magjik, është vërtet është diçka shumë e dhimbshme që shkatarojnë, domethënë gjithë kjo punë në vite, edhe gjithë kjo qetësi që është krijuar, gjithë kjo bukuri e shkatërrojnë në 5 minuta. Kjo pra është, Alma. Ti e përjeto. Do ta jetojnë botën vetëm fillikat. Po bota quhet botë pikërisht pra sepse jemi të shumt. Të thash, unë po të më pyesi njëri mua si pilon, them që këta njerëz janë të çmendur. Qoftë Putini, qoftë Trumpi, qoftë Netanyahu apo të tjerët. Nuk e kam të sigurt që këta njerëz kanë brenda tyre djallin. Sepse ato bukuri nuk flas vetëm për bukurinë e jashtme, sepse ajo bukuri e jashtme që ti vajte e shijove si bukuritë e jashtme, po dhe si bukuritë e brendshme, sepse kalove atje një javë dhe u kënaqe në kuptimin e mirë. Po. Nuk i bëra askujt dëm. Mirë po, çfarë nxjerr lufta? Lufta nxjerr këto gjëra, që atje ku vajte ti janë bazat ushtarake të amerikanëve. Në Arabinë Saudite janë bazat ushtarake të amerikanëve. Në Irak janë bazat ushtarake të amerikanëve. Dhe Amerikani, apo Amerika, përse i ka këto baza në këto shtete, Alma? Ditë më thuash? Për të bërë presion, për interesat e veta. Pra, në rastin më të parë, Irani u mundua të spastronte armiqtë e tij që kishte rreth. Dhe armiqtë ishin këto baza. Do ta marrësh logjike.
Pra, edhe Amerika vetë, vrau kreun e shtetit, vrau ministrin e luftës, sot bile njeri që ka qenë antar i parlamentit dhe që ka qenë sekretar i shtetit në Iran, e ka vrarë dje. Të gjitha këto tham që ndodhin sepse u ka marrë koka erë. Unë nuk e kuptoj se si pilo, sepse njeriu duhet të luftoj dhe të thotë, si thot Trumpi, si thot dje Trumpi, që ishullin e kemi goditur disa herë, po e kemi shkatëruar ishullin. Por tani nuk e godasim me për të shkatëruar, tani po e godasim për qef. Dale, Alma, tani. A mund të thot një njeri që drejton botën e tërë, sepse Trumpi, shteti Amerikan, drejton botën të gjithë. Mund të thuash ti që i biem këtij ishullit me bomba thjesht për qef, sikur ka dalë për gjatëm edhe. Pilo, a ka shpresë reale për paqe në lindjen e mesme? Çfarë mendon? Alma, varet se si do themi a ka shpresë për paqe. Kur themi për paqe, flasim për paqe të përkohshme? Flasim për paqe të përjetshme? Sepse e tham pak më parë, e tham edhe bashkë, që paqja është si objekt i lojës që bëjnë superfuqit. Në qoftë se më intereson, bëjmë paqe, në qoftë se më intereson, nuk bëjmë paqe. Ka gjithmonë shpresë, por ajo kërkon kohë, kërkon vullnet, kërkon edhe drejtësi reale, Alma. Nuk duhet të drejtohemi grindjeve, prandaj dhe titullin e vum të bukur sot. Edhe tham që sherri kërkon kokë. Edhe po ta shikosh në lindjen e mesme, vetëm për 2 javë ka nikur kaq shumë koka të mençura, që janë edhe shkencëtar, dhe luftëtar, dhe ministra, dhe drejtues të mëdhenj në kohën që neve jetojmë. Paqja nuk mund të ndërtohet vetëm me një marrëveshje politike, hajde se po e bëjmë kështu. Ajo duhet të ndërtohet edhe mbi besimin e vetë njerëzve. Paqja nuk është një firmë në letër, si thonë të hajde firmosim një letër dhe për kaq vjet nuk do bëjmë filan gjë. Sepse nga njëra anë firmosin që neve nuk do merremi me armë bërthamore, por nga ana tjetër Kina thot, "Mo nuk më hyn punë se çka keni firmosur ju. Unë vazhdoj dhe bëj kaq koka bërthamore në vit, derisa të arrijë sa çka Rusia, apo më shumë se Rusia, apo më shumë se Amerika." Tani dile gjeje të drejtën ti, ka ai apo s'ka të drejtë. Këtu nuk është problemi për të gjetur të drejtën. Paqja është që të vendoset paqe me paqe. Është një proces i gjatë për të dhënë njerëzve në këtë botë qetësi, dëshirë për punë, për të jetuar të qetë për vete dhe për familjet e tyre. Pse, në rastin konkret, Alma, ka ndonjë të mirë edhe shtëpia e Trumpit vetë, apo shtëpia e Putinit vetë, që të jetë ditë për ditë në frikën e luftës? Nuk ka. Por këta, prandaj dhe them unë, shiko, unë nuk dua të flas shumë tani, po që kur dëgjoj Trumpin, që sot, ose 3 herë brenda ditës, ndryshe thot tani, ndryshe thot mes ditë, ndryshe thot në darkë, unë habitem. Dhe unë dua të besoj tek vetja ime që këta njerëz nuk janë normal, ose nuk janë normal, ose diçka marrin, diçka pinë, që nuk janë të vetëdijshëm për atë fjalë që thonë. Mendoj që duhet krijuar besimi tek vetja, tek njerëzit, dhe duhet të jetë brenda këtyre njerëzve që drejtojnë botën, duhet të jetë dashamirësia dhe mirëkuptimi ndërmjet tyre për ta bërë këtë tokë sa më të bukur, sepse edhe ata të përkoshin në anë vetë, edhe ata do ikin. Pilo, a është lindja e mesme viktime e historisë apo së tashmes? Çfarë mendon? Patjetër. Shiko, Alma. Është vetëm viktim. Është edhe viktim, por ka edhe diçka. Në qoftë se fillon
me Albën tani dhe zihemi në të dy. Njëherë, për një kohë të gjatë neve nuk do flasim fare. Po. Dhe kjo, që neve nuk do flasim, kjo të dëmton edhe ty dhe mua. Sepse nuk flasim për Almën dhe për Pilën tani. Flasim për shtete të cilët kanë marrëdhënie ekonomike, kanë marrëdhënie kulturore, kanë shumë marrëdhënie. Pra këto marrëdhënie vriten. Unë e ti do rrim 6 muaj pa folur, por edhe kur të flasim, se dikush do na pajtoj, do jemi në një tavolinë, hajde do bëjmë sikur e kemi harruar, por në ndërgjegjen tonë nuk kemi kaq të harruara. Se prap do thuash, po mirë, dakord, po të gjitha ato llafe që bëm me Pilën, po këtë fjalën pse ma tha? Pra do kapesh pas asaj fjale dhe asnjëherë nuk do jesh 100% e sinqert me Pilën. Kjo ndodh edhe në lindjen e mesme. Gjithandej futen edhe ndërmjetës, edhe ata vetë njëri me tjetrin. Mirë po nuk interesat e tyre nuk bashkohen 100% Alma. Historia krijon plagët e tyre, por politika sot me shpesh i mban ato të hapura. Domethënë, nuk do që ti mbylli, si të them. Në një botë moderne, pse ende zgjidhen konfliktet me luftë dhe jo me diskutim, jo me paqe? Po të vazhdoj me vëmendje. Rrethuar pra një tavoline të përbashkët. Pse? Sa mirë do ishte Alma që vërtet edhe sinqerisht të ishte e vërtet kjo pyetje që po më bën. Sepse e pamundur nuk është, por unë them që nuk duan ta bëjnë. Sepse interesat i marrim kështu, ti themi të drejta gjërat. Interesat e Amerikës nuk janë që nafta e Iranit të dalje gjitha në kin. Teknologjia e avancuar duhet që të jetë më shumë e imja, sepse me një teknologji ushtarake, unë më të sofistikuar, jam në gjendje të ta mbyll gojën nesër. Një filozof i madh ka thënë Alma që lufta nuk fillon kur bien bombat. Shiko sa filozofike është. Nuk fillon kur bien bombat. Atëra kur fillon? Aty po thuaj se është fundi. Po, nuk fillon kur fillojnë bombat. Ajo fillon më përpara, kur ne të dy nuk gjejmë gjuhën, që nga mënyra që neve nuk gjejmë gjuhën, bombat kanë ardhur. Kjo është një nga arsyet kryesore. Harta, thon ata që shkencëtarët që merren me këto probleme, harta nuk ndryshohet me laps. Ashtu siç u vendos edhe në luftën e dytë botërore ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit, që ja kaputën prap, një cop Pilva, një cop Alma, një cop 5 copa Rusia, 10 copa Amerika me Evropën, edhe u krijuan dhe këto probleme që janë akoma dhe sot. Paqja nuk vjen kaq kollaj. Paqja është pasojë që shkruhet me gjak. Paqja dikur do vendoset sot në lindjen e mesme. Nuk flasim sot. Do vriten, do priten dhe do shikojnë, armatimet do bien, njerëzit do shuhen, fabrikat do prishen, e ardhmja po prishet. Atëherë çfarë do bëjmë? Do ulemi diku në tavolinë. Ti do më thuash, nuk jam dakord kështu, do të them nuk jam dakord ashtu. Pastaj do vemi, do themi, shiko Alma, 50 ti, 50 unë. Do ta gjejmë këtë punë tani se shiko po bëhet keq fare domethënë. Dhe do ta gjeni një gjuhë. Mirë po paqja, pse është kaq e vështirë paqja? Pse është kaq e vështirë paqja në Rusi? Edhe pastaj dalim edhe në lindjen e mesme. Rusi thot, vendos me veto, se ka forcën, nuk e çaj bën ti. Thot, dëgjoj këtu, Ukraina në NATO nuk do futet. Po mirë më dale, kush je ti që vendos se ku do vete unë? Unë e di vetë se ku do vete. Jo, e vendos unë. Ti nuk do futesh atje, sepse në qoftë se ti futesh atje, unë po të bie. Edhe dangira, edhe po i merr
analistët shumë herë thonë dhe flasin Alma dhe thonë, mos e nuk ka marrë shumë territor Rusia. Ka 4 vjet që lufton, edhe ka marrë kaq kilometra katror. E di se sa është ajo kilometra katror anë? Sa Italia e sotme. Nuk ka marrë shumë, domethënë. Nuk ka marrë shumë. Jo, po nuk është vetëm kilometrat, po sa gjak është derdhur. Patjetër. Dhe hidhemi pastaj edhe në pjesën e poshtme. Po vriten këte nga ana tjetër. Do vriten e do shkatërrohen dhe përveç asaj që do vriten, që është kryesore, ka dhe diçka tjetër, Alma. Që dhe qetësia prap nuk do jetë, sepse janë interesat në mes, dhe prap do filloj ndërtimi dhe gjysmë e atyre ndërtimeve, do më thënë ndërtime, flas për paran, do ven prap për armatimin. Dhe të gjitha këto, pse vinë? Vinë sepse një firmë paqe, jeni qofse do të mund ta quaj, ashtu siç e tham dhe më parë, nuk i shërben të gjithëve. Ajo që më intereson mua, nuk të intereson ty. Ajo që të intereson ty, nuk intereson Kinës. Ajo që nuk intereson Kinës, intereson Rusisë. Ajo që nuk intereson Rusisë, intereson Francës. Atëherë, hajde dhe ta gjejmë tani se si t'ua bëjmë qefin të gjithëve. Pra, harta ndryshon me laps, por pasojat shkruhen me gjak. Ne folëm për histori, për politika, për interesa. Por, pas çdo lajmi, pas çdo harte dhe çdo vendimi, janë njerëzit. Njerëzit që nuk bëjnë luftë, por jetojnë brenda saj. Sot, Pilo, do ndalemi te disa histori të vërteta që nuk janë statistika, por jetë. Një djalë 8 vjeçar zgjohet natën nga zhurma e shpërthimeve. Ai nuk pyet kush e nisi luftën. Ai pyet vetëm, a do të jem gjallë nesër? Ai mban fort dorën e nënës dhe mëson shumë herët një gjë që s'duhet ta mësoj asnjë fëmijë, frikën. Çfarë ndodh me një brez që rritet me këtë realitet, Pilo? E shikon se sa thellë Alma je futur në këtë temë, domethënë me këtë që the. Një fëmijë që rritet në luftë nuk humbet vetëm fëminin. Ai humbet besimin te kjo botë. Gjithçka. Ai mëson të dallojë zhurmën e armëve përpara se të mësojë alfabetin. Në Palestinë janë vrarë me ndërpres, Pilo. Ai mëson të bëhet një hakmarrës. Një luftëtar. Atë desha të them, konkretisht atë desha të them që the dhe vet, por do ta shtoj edhe me diçka tjetër më shumë. Izraeli sot po vret fëmijët në Palestinë. Dhe pse konkretisht po vret kaq shumë fëmijë? Shtrohet pyetja. Do nxjerrim një konkluzion dhe do themi, këta fëmijë sot që janë nga 10 vjeç, ajo që the dhe ti, që janë rritur në këtë mënyrë, do kenë një urrëtie të jashtëzakonshme kur të shkojnë 20 vjeç dhe janë gati të hidhen në fytyrë të të vrasin. Dhe prandaj dhe sot Izraeli po vret kaq shumë fëmijë pa pyetur se për kë po vret, po i zhduk. Dhe kjo krijon një plagë që nuk shërohet lehtë. Një shoqëri që rrit fëmijët me frikë, rrezikon të jetoj, nuk do jetoj gjatë një konflikti të armatosur. Sepse do marrim edhe një shembull në këtë që kishin. Amerikanët bashkë me Izraelin u ngritën dhe vranë të gjithë përbërjen e shtetit të Iranit, duke filluar që nga Kameni e të gjithë të tjerët me radhë. Dhe ai që ka ardhur sot në pushtet, që është i biri i tij, që ka humbur në ato goditje gjysmën e vetes në radhë të parë, sepse ndoshta se thonë që është i plagosur e ku diun e tjera, por ka humbur baban, ka humbur nenën, ka humbur xhaxhan, ka humbur gruan, ka humbur fëmijën. Ai njeri, Alma, pyesim shoqërisht, domethënë, edhe ata që na shikojnë e na dëgjojnë,
mundet që të ulet në një tavolinë për të bërë paqe me ty që e ke vrarë? Pyetja është përse duhet të ulen në një tavolinë mbasi janë vrarë, janë therrur, duhet të ulen përpara se të arrinë në këtë pikë. E drejt. Sepse në ato pikë nuk ka urrëtie. Nuk ka hakmarrje. Po hakmarrja vjen nga Halma, ke të drejt. Po, të dëgjoj. Po pra, nëse do shtrohen që në fillim fare, po në fund të fundit, e gjithë bota e konsiderojmë një shtëpi të madhe. Çfarë kuptimi ka që të kesh ujë në kuzhinë dhe mos të kesh ujë në banjë? Dëgjoj Alma. Se unë po marr domethënë ca shembuj të banal, por më pëlqen shumë mënyra se si duhet të thënë njerëzve. Se domethënë është më praktike kjo që themi. Pak më parë vetë më pyet edhe e kuptova edhe vetë pyetjen që bëre, që të gjitha këto gjëra vinë që nga historia. Pra, historikisht neve nuk po i lëm me vend vetes që të kemi mundësi të ulemi në një tavolinë. Nuk po themi të ulemi të bëjmë dasëm. Dakor. Por ato që kemi ti ndajmë në mënyrë të barabartë. Më fal Pilo, pse mos të bëjmë dasëm kur të rinjtë e zgjedhin vetë njëri tjetrin pa parë shtet, racë, absolutisht asgjë, se tashmë nuk shikojnë asgjë jo. Jam dakord me ty, edhe ke shumë të drejtë. Mirë, po çfarë ndodh? Ndodh që këta njerëz, këto kokat, që neve i quajmë kokat të mëdhaja, që drejtojnë botën, për mendimin tim, nuk janë kokat të mëdhaja. Dhe nuk janë njerëz Pilo, janë xhep të mëdhenj. Janë as xhepa apo janë thesa të mëdhenj. Po nuk është vetëm thesi, Alma, se nuk si do t'i marrin me vete. Në fund të fundit ti po lë një botë të shkatruar për fëmijët e tu, për niprit e tu dhe pasardhësit e tu. Për çfarë të hynë në punë ky shtet i bër më i madh nga ti, kur brenda do jenë të krimbur njerëzit që do mbeten. Ke shumë të drejtë, po themi që unë jam ai që ta rrëmbet sopën e bukës nga dora, edhe buka jote më takon mua. Kjo është padrejtësia më e madhe. Okej. Por këtë copë buke ti nuk do mundesh ta hash dhe ta ndash me pasardhësit e tu. Po ja pra, nëse do ketë pak mend. Edhe ai Kamenei, se unë i them Kameni, se Kameni i thoni djegur. Kamenei, edhe ai iku me gjithë familjen e tij. Çfarë mori me vete? Si gjithë të ai djali amerikan që u vraq, që la gruan dhe fëmijët, çfarë mori me vete? Mirë po jo, janë kokat e nxehta këta. Edhe Netanyahu që po bën ka 30 vjetë luftë, çfarë me gjithë të vëllajnë, se ka ikur dhe i vëllaj ja vran. Pilo, çfarë? Detyrojnë dhe të rinjtë të venë në luftë dhe shumë prej tyre për çfarë e bëjnë? Prapë për lek. Të gjitha këto për të rritur ekonominë në familjet e tyre. Është bërë edhe vetë jeta e njeriut është bërë tregti, Alma. Kthemi një për pas. Një nën me një çantë të vogël në dorë lë pas shtëpinë e saj. Pa e ditur nëse do kthehet ndonjëherë. Ajo nuk merr gjëra me vete, merr vetëm fëmijët, sepse në luftë shtëpia nuk është më vend, por njerëzit që ka pranë. Çfarë do të thotë të largohesh nga gjithçka? Dhe para se të nisësh, Pilo, do të shtoja, sepse më vjen në mendje tragjedia që ka psuar populli Çam, kur u përzu nga trojit e veta, ku ti vet, jo populli Çam, ti vet, baba yt, gjyshi yt. Po. Kur nënat morën, ne i themi bokshaj, themi asaj të lidhurës ashtu, çarçafit e lidhur. Atë shamin. E morën me vete, pa parë nga syt këmbët, vetëm të shpëtonin kokën, dhe
dhe shumë dhe mbaj mend nga historia që një nën në vend të hiqte atë bokshajin, hodhi fëmijën në luftë, në lumë. Ishte në vetë. Këto luftra kanë qenë brez pas brezi dhe ky popull nuk ka zënë mend. Alma, edhe fjala që the, po edhe pyetja që bëre, do të thotë humbasësh identitetin tënd. Për të mbijetuar. Refugjatët nuk largohen sepse duan. Largohen sepse nuk kanë zgjidhje tjetër. Askush nuk brastis shtëpinë e tij, nëse shtëpia është ende e sigurt. Pilo, unë atë dhe vendin tim e kam lënë 20 vjeçë. Okej, gjyqrit e mi e lanë nga Greqia, unë e lash nga Shqipëria. Okej, dhe kam ardhur me bashkëshortin në një skaf në Itali, që mund të kisha vdekur dhe do thuash, Alma, nuk ishte më mirë të rrija atje se sa mund të vdisnje në det, një vajzë 20 vjeçare, por jo, njeriu shpreson për një ditë plot diell. Është e trisht. Alma, lufta nuk u jep të gjithëve mundësinë të largohen. Disa mbeten për të mbrojtur, burrat si më thënë, disa sepse nuk kanë ku të shkojnë. Në luftë, zgjedhjet nuk janë të lira, janë të detyruar. E di, Pilo, një burr që ndron pas ndërsa familja largohet, ai i përqafon fëmijës si për herë të fundit, edhe pse nuk e thot, ai nuk është hero filmi, është një baba që nuk ka zgjidhje. Por është i detyruar ta bëjë. Atëherë pra, përse këta që drejtojnë kombet duhet ta bëjnë këtë? Unë habitem për veten time. Kjo mua më bën që të detyrosh tjetrin, jo të detyrosh të ikë nga shtëpia. Ti po ja shkatërron shtëpinë, më kupton? Ti nuk po i krijon atij mundësi as për të jetuar. Ai do të iki dhe duke ikur, Alma, ti e ke provuar vetë, po neve që jetojmë jashtë, po e kuptojmë. Ti vetë, babai yt lindi në Shqipëri, në një kohë që duhet të linte aty ku tham, në Çamëri, në tokat e tij, të prindërve të tij. Babai lindi në Shqipëri, ti linde në Shqipëri dhe ike në Itali. Ti ike në Itali. Mi lindën në Itali. Dhe fëmijët, pra, po na humbet identiteti. Dhe mbesat dhe niprit dhe mbesat e mia me shumë siguri do lindin në Angli. Prandaj po të them. Një botë çorap. Shumë çorap. Një familje në një varg të vogël në mes të detit. Uji është i ftohtë dhe shpresa është e vetme që i mban gjallë. Një fëmijë pyet, a është kjo rruga për një jetë më të mirë? Çfarë rrezikojnë këta njerëz për një shpresë? Dhe këtu më sjell në mendje, unë ti e di që unë punoj me të rinjt emigrant dhe këtu më sjell në mendje me imtësi vlen ta thuash, Alma. Po pra, më sjell në mendje pasojat e luftës, 14, 15, 16, 17 vjeçar që nxitojnë të rrezikojnë jetën në det për të ardhur në Angli, mos i kapi mosha 18 vjeç në Shqipëri sepse nuk pajisen dot me dokumenta. Okej? Dhe kur një nga këta fëmijë më ka thënë, Alma, shqyr që erdhi policia angleze na kapi, sepse varka jon, skafi çfarë ishte ajo e vogla, kutia shkrepses, ishte zhytur në ujë. Ne kemi ndetur në ujë, në dimër, në nëntor, në Angli që është deti ftohtë në mes të beharit, okej, kemi ndetur në ujë për ore të tëra. Okej? Alma nuk mund të rri pa përmendur. Të mblidhen lotot dhe kur ai na e tregonte unë qaja. Kohët e fundit kam lexuar këtë librin e Bujanës. Po. Në një moment kur ajo hipën me gjithë fëmijët e 3 fëmijët e saj për të ikur në Itali,
dhe kanë vajtur nga mezi kanalit të Korfuzit e ku di unë nga ishin Andematan. Anije në godasin anije, ajo s'ishte anije, se ishte gomone, e godasin dallgët dhe këta me zi mbajshin, edhe fëmijët e saj. Ajo thotë, unë u flisnja gjithnjë fëmijëve thjesht që të dëgjojnë azerin. Sepse ishte furtunë. Në një moment thot, po qante një fëmijë. Më ka rëngjetur kur kam lexuar. Dhe ai që drejtonte atë gomonën, i tha, Pusho. jo, pushoje fëmijën Se ta hodhante. ose hidhe në det. Se të hodha dhe tyja. Kjo është Edhe u njerëzia. Edhe që nga ai moment, Kjo është njerëzia. nuk e përmend me fëmijën. Dhe thot kur zbritëm në tokë, ai fëmijë thot që nga ai moment nuk qau me. Dhe unë thot u të me rova, Se mos i kishin hedhur. se mos e kanë hedhur në det, mos e kanë hedhur në det. Për një moment thot kur zbritëm dhe po ikin në kem, në përca shkurrën, përca ferra që të ngjiteshim diku, dëgjova thot zërin e tij. U lumturova. Kur ti mua ma tregon, Pilo, mua më kalon para syve, e kupton gjithë ai udhëtim që kam bërë unë nga Vlora në Otranto dhe derisa u largua. Ti nëse ke bërë me gomone, prandaj këtë e di ti. Me skaf, dhe kështu do më thonë na hodhën hidhun, i tha, vespytni se sa ishte uji aty, hidhun edhe pikë se na kapte policia. Kush rronë, kush vdes. Dhe do më thonë, kur neve na hodhën dhe na prekin në këmbë, do më thonë, arrinim të bëni frym, neve tham, po na kapi dhe policia rëndësi, ka që neve zbritëm gjallë, nuk u mbytëm, kaq. Kjo ishte rëndësishme. Pastaj sa patën që sa shkuan dhe u mbytën pasojat? Prandaj u lumturuam kur prekëm në tokë. Pra jemi atje tek ajo që gjithçka humbet jetën, familjen, rreziku bet zgjidhja më e vogël. Shpresa është e vetmja që nuk fundoset edhe në det. Të gjitha këto, Pilo, janë vërtet për të shkruar dhe për të mbetur në histori, pavarësisht se mundohemi shpesh herë ti harrojmë dhe ti mbulojmë me një vello këto kujtime, sepse janë kujtime vërtet të trishta, të lidhura, të frikshme. Mes gjithë kësaj është edhe dikush që ka humbur gjithçka, por nuk ka humbur njerëzin. Ai thot, nuk dua hakmarrje, dua që fëmijët e mi të mos jetojnë këtë që jetova unë. A është e mundur të mos u rresh pas gjithë kësaj, ne e cekëm pak më parë? Një ndër ta jam edhe unë dhe familja ime që e kemi filluar jetën nga fillimi disa herë. Gjyshit e mi, siç e thash dhe më parë, por me qenë se unë e kam shkruar për lexoj siç e kam shkruar. Gjyshit e mi ikën si ata që ikën sot nga Palestina, nga Iraku, pa ditur se ku vend, duke qenë pa rrënjë, pa fis dhe pa far. Po kështu edhe unë nga Shqipëria në Itali dhe fëmijët e mi lindur në Itali dhe sot jemi në Londër. Ndoshta ky është një qëllim për të tjetërsuar kombet. Nuk të doja pyetjen, Pilo, prandaj ta rilexova, ta rithash. Nuk është, Alma, për ta menduar vërtet kështu siç e the. Se këtë do ta marrim, se nuk po marrim vetëm Iranin apo Irakun apo Libin, po i marrim të gjitha bashkë, sepse kjo nuk po ndodh vetëm tek ata. Në kohën që kërciti lufta në Shqipëri dhe morën njerëzit armatimet, kush po pyeste se ke apo s'ke shtëpi? Kush po pyeste? Ishte koka në radhë të parë. Po friteshin njerëzit kot. Nuk pyet njeri, mirë po, duke ikur nga shteti në shtet, ruhet identiteti yt kombëtar. Se unë po shikoj edhe këtu, ne kemi ardhur për shembull, por kam jetuar edhe në Greqi.
shumë fëmijë të shokëve të mi, të miqve të mi, të kushrinj të mi, të motrave të mira, apo tjera, për interesa apo pa interesa, apo për mos interesim, po harrojnë gjuhën, po harrojnë traditën, po harrojnë vetveten. Dhe kjo nuk më pëlqen. Është e vështirë, por është e vetmja rrugë drejt paqes. Sepse urrëtia, Alma, bën atë që vazhdon luftën. Nuk bën atë që të ulesh për bisedime. Edhe që armët të heshtin. Paqja fillon aty ku ndalohet hakmarrja. Nuk duhet të jesh hakmarrës që të kesh mundësi të arrish paqen. Po, fakti është kur ai të ka therrur, të ka vrarë, të ka prerë, të ka kthyer në një njeri shpellash, ti nuk ke më as ndërgjegje, as dashuri, as dhimbësuri. Por para se të vazhdojmë Pilo, dua të përshëndes pak miqtan që po na ndjekin. Kemi Anila Kodrën që thotë përshëndetje, thot Anila, ju uroj suksese dhe mbarësjallës dhe Pilos. Kemi Suzan që thot përshëndetje, përgëzimi për emisionin dhe temën e sotme. Kemi shoqatën Shqiponja Reggio Emilia, që janë një shoqatë mjaft e konsoliduar. Jam dakord thot me zotin Pilo. Kemi Endri Shtyllën, që edhe ai na përgëzon për emisionin dhe temën që kemi zgjedhur se dhe shumë domethënëse, dhe kemi disa pyetje që na ka drejtuar Suzana. Pra Almë thot, populli nuk vë mend, nuk e ka në dorë populli për luftën, populli mjerisht nuk ka fuqi. Dhe ne e dim, Suzana, jemi shumë dakord me ty, këto gjëra dihen. Kurse për Pilën thot, çuditem me drejtuesi që vazhdojnë luftën, drejtuesit nuk duan t'ia dinë për njerëzit. E dhimbshme, por e vërtet. Por sepse Alma, duke qenur të plot, jo të plot fuqishëm, po si mund të them, duke qenur shumë të pasur, ata nuk jetojnë me, nuk po them me copën e bukës së njeriut, po nuk jetojnë në atë luftën për të paguar dritat apo ujin, u del apo s'u del këtë muaj. Ata, të gjithë njerëzit, mendoj unë, ndoshta kam gabim, po ky është mendimi im. Shiko këtu, Trumpi apo Putini apo tjetri, unë mendoj që njerëzit i kanë si puna e gurëve të shahut apo të gurët e dominos. Do vë dobjo 6 apo do vë 6-5. Edhe zgjedh ai se do ver. Edhe heq njërin vë tjetrin, shtyn përpara një ushtar, sakrifikon një oficer. Sa vlera ka njerëzimi Pilo, dhe këta i demonstruan në 2019. Edhe ajo ishte një luftë e thotë që bën. Sido që të jetë, Alma, neve me një emision nuk i zgjidhim dot të gjitha këto tema. Mua më bëhet qefi që edhe Anila, edhe Zana, Suzana, edhe të tjerët janë pjesë, se duke qenur pjesë e emisionit që na ndjekin, unë mendoj që janë pjesë e shqetësimit ton të përbashkët që kemi. Pikërisht. Dhe kjo mendoj unë, do jetë një pjesë e asaj që neve këtë rreth, ne nuk shpallim ide, neve nxjerrim disa të vërteta, të cilat shumë njerëz i përkrahin ato. Pra, këtë kërkojmë neve konkretisht. Që duke ndjekur emisionin që kemi, e kemi të thjeshtë, për kritika e kemi, dhe e kemi kritësisht të thjeshtun e tij, nuk nisemi si ca të tjerë që i bëjnë me qëllim emisionet e tyre. Qëllimi ynë është vetëm që njerëzit të kenë njohuritë e tyre, ndoshta më mirë se sa thjesht duke dëgjuar një lajm, sepse lajmi që dëgjon shumë herë është i manipuluar. Ndërsa ne flasim për një lajm, për një mendim psikologjik, për një vendim luftarak, për një të vërtet që ndodh. Ne nuk mundojmë ta manipulojmë atë, sepse nuk kemi interesa siç kanë ata përpara mbrapa perdeve, edhe lozin në skenë duke folur mbas perdes. Pilo, sot dëgjuam histori, por në të vërtet dëgjuam njerëzillim, njerëzillëk.
Sepse lufta nuk është vetëm një lajm. Ajo është në sytë e një fëmije që nuk fle, në duart e një nëne që nuk lëshon, në heshtin e një babai që mbetet pas. Dhe ndoshta, pyetja më e rëndësishme nuk është kush ka të drejtë, por sa jetë do të duen ende për të kuptuar se askush nuk fiton, sepse në fund sherri kërkon kokë, por paqja kërkon zemër. Dhe bota ka nevojë për më shumë zemër, ndoshta nuk mund ta ndalim botën, por mund të ndalemi për një çast dhe ta kuptojmë atë, sepse lufta nuk fillon vetëm me armë, ajo fillon kur harrojmë njëri tjetrin si njerëz. Sot folëm për vende, për politika, për interesa, por në fund gjithçka kthehet tek një e vërtetë thjesht, jeta ka më shumë vlerë se çdo fitore. Dhe nëse ka një shpresë në këtë botë, ajo nuk lind nga fuqia, por nga ndjeshmëria, nga një dorë që nuk shtyn, por ndihmon, nga një zë që nuk nxit, por qetëson, nga një zemër që zgjedh të kuptoj, jo të gjykoj. Le të mos presim një histori të na mësoj me dhimbje, kur mund të mësojmë me ndërgjegje, sepse në fund nuk do të kujtohet ata që fituan luftrat, por ata që ruajtën njerëzimin. Alma, neve mundohemi, e thamë edhe pak më parë, që të krijojmë jo kushte, se ne jemi në gjendje për të krijuar kushte, por për të bindur njerëzit, ndose sot nuk ka nevojë shumë për të bindur njerëzit, se të gjithë dinë, budallëj nuk ka, por është më mirë të jetosh në harmoni se sa të jetosh me thik në xhep. Sepse çfarë do lloj lufte që të bësh për të përfituar, përfitimi i përkohshëm do jetë. Askush nuk fiton në mënyrë të përjetshme. Sidomos njeriu si qenie njerëzore, i cili edhe në maksimumi po të jetoj 100 vjet e ka që mbyll historia e tij. Por si duket, ndoshta këto kokat e nxehta që drejtojnë botën, ndoshta mendojnë që do mbeten në histori. Dhe shiko, është megjithëse për të çuditur. Nuk u bën përshtypje se që të luftosh sot Alma në botë, që të mbetesh në histori e botës për mirësinë që ke, unë po të pranoj, po të mbetesh në mirësinë e botës për shkatërrimin që i krijon asaj, kjo më habit. Kemi ardhur në fund të emisionit, Pilo, edhe sepse vërtet kjo temë nuk mjafton 60 minuta, por emisioni jonë është 60 minuta, edhe pse asnjëherë rrallëherë është mbajtur në 60 minuta. Pra këto ishin 60 minutat e emisionit të kritikave, një reflektim, pyetjes dhe analiza që nuk synojnë të japin vetëm përgjigje, por të nxisin mendimin. Natën e mirë dhe mos harroni, paqja fillon nga ne. Natën e mirë dhe paqja fillon nga shpirti, nga zemra dhe nga ndërgjegja e njeriut. Dhe paqja është pjesë e lumturisë së njerëzimit. Natën e mirë. Natën e mirë dhe shihemi të martën e ardhshme me një tjetër temë po kaq të rëndësishme dhe interesante. Natën e mirë. Natën e mirë.